Si të gjejmë qetësinë në një botë të razirash. Jetojmë në një kohë kur gjithçka lëviz me shpejtësi të rrufeshme. Por brenda nesh, diçka po rëndohet çdo ditë më shumë. Brengat e përditshmërisë, stresi për të ardhmen, hallet ekonomike, lajmet e vështira, sëmundjet që trokasin pa paralajmërim në dyert tona. Kjo është jeta. Një oqean i trazuar ku dallgët e vështirësive nuk ndalen kurrë. Ndonjëherë, pesha bëhet aq e madhe sa që ndjejmë sikur po mbytemi në frymarrjen tonë. Në ato momente, kur bota rreth nesh bëhet e zhurmshme dhe pamëshirshme, pyetja që ulërin brenda çdo shpirti është: ku ta gjej qetësinë? Ku mund të fshihem për të gjetur pak paqe? Për besimtarin musliman, hapi i parë drejt qetësisë fillon me një vetëdije të thellë. Kjo botë nuk u krijuar për të qenë parajs. Ajo nuk është vendi i prejes absolute, por është një sallë provimesh. Në Kuranin famlart, në surën El Bekare, Allahu i lartësuar na e thot këtë të vërtet hapur dhe me shumë dashuri. Ne do t'ju sprovojmë me ndonjë gjë, me frikë, me uri, me paksim të pasurisë, të jetës dhe të rrezeve të tokës, por përgëzoj të durueshmit. Surja El Bekare 155. Vështirësitë nuk janë shenjë se Zoti të ka harruar apo të ka lënë pas dore. Përkundrazi, ato janë dëshmi se ti je gjallë, se ti po testohesh dhe se çdo dhimbje që ndjen po pastron shpirtin tënd nga mëkatet, ashtu siç pastron shiu i vjeshtës pluhurin nga gjethet. Kur e kupton këtë, vështirësia jote humb karakterin e saj ndëshkues dhe kthehet në një mjet afrimi me krijuesin. Nëse trupi ushqehet nga ajo që vjen prej tokës, shpirti ynë mund të ushqehet vetëm nga ajo që vjen prej qiejve. Njeriu modern provon çdo gjë për të ikur nga stresi, argëtime, meditime të ndryshme, izolim, por asgjë nuk e ngop dot zbrastinë e brendshme. Pse? Sepse formula e qetësisë është shkruar tashmë në surën Er-Ra'd në ajetin 28. Vërtet, me përmendjen e Allahut, zemrat gjejnë qetësi. Surja Er-Ra'd 28. Zemra jote ka një kyç që hapet vetëm kur ti thua Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar. Kur bota të ngushtohet, ulu dhe bëj dhikër, përmende Zotin. Kjo nuk është thjesht lëvizje e gjuhës, është ankorimi i mendjes. Kur ti përmend madhështinë e atij që ka në dorë miliarda galaktika, halli yt i vogël fillon të zvogëlohet derisa shkrihet para syve tuaj. Ti kupton se nëse ke Allahun me vete, nuk e humbur asgjë. Kur stuhitë e jetës bëhen të papërballueshme, besimtari musliman ka një vend takim të fshehtë, një vend ku nuk ka nevojë të vendos maska, ku nuk ka nevojë të shtiret se është i fortë. Ai vend është Sejadja. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, sa herë që ndeshej me një problem të madh apo një vështirësi që i rëndonte shpirtin, i kthehej me një herë namazit. Ai thoshte Bilalit: "O Bilal, na çlodh, na qetëso me namaz." Sejadja është stacioni më i bukur i kësaj bote. Është pozicioni ku ti je fizikisht në pikën më të ulët mbi tokë, por shpirtërisht ndodhesh në pikën më të lartë afër fronit të Zotit. Në sejdë, ti mund t'ia tregosh të gjitha plagët e tua atij që ta krijoi. Ti mund të qash, mund të pashpëritësh, në rëre në tapet, me sigurinë e plotë se zëri yt po dëgjohet mbi 7 qej. Namazi nuk e ndryshon gjithmonë situatën tënde jashtë, por ai ndryshon diçka shumë më të rëndësishme. Ndryshon zemrën tënde që përballet me atë situatë. Sekreti i fundit i qetësisë quhet tevekul, dorëzimi i plotë dhe besimi te plani i Allahut. Si besimtar, ti e bën detyrën tënde, shkon te mjeku kur je i smur, punon kur ke nevojë, kërkon zgjidhje, por rezultatin ja la atij. Tevekul do të thotë të jesh natën i qetë, duke ditur se atij që i ke dorëzuar çështjet e tua nuk e za as gjumi dhe as dremitja. Është bindja e palëkundur se çfarëdo që të ka goditur nuk mund të të shmangte, dhe çfarëdo që të ka shmangur nuk mund të të godiste. Sëmundja jote mund të jetë një rrugë drejt të xhenetit, varfëria jote mund të jetë një mbrojtje nga arroganca. Çdo gjë që ndodh në jetën e besimtarit është mirësi, sepse asgjë nuk ndodh jashtë dëshirës së atij që na do më shumë se nëna. Prandaj, o shpirt që po lëngon në peshën e kësaj bote, merr frymë thellë. Dorëzoja dhimbjen tënde atij që e di saktësisht sa po vuan. Mos u mundo ta mbash të gjithë botën mbi supe, sepse nuk u krijove për këtë.
ke një Zot që kujdeset për ty. Gjeje qetësinë në namazin tënd, në dhikër, në dorëzim, dhe mos harro kurrë premtimin e tij të madh e të pandryshueshëm. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Po, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Surja Inshira 6. O ti shpirti qetësuar, kthehu tek Zoti yt i kënaqur dhe i pranuar. Surja Fexher 27-28.